ka pas kritika që do të ketë ndikim negativ për të hyrat e buxhetit. Bizneset janë zhvillu, janë formalizu, të ardhurat për këtij burimi veç sa janë rrit. Përveç kësaj, kur jemi te çështja e politika fiskale, ne do të kemi pushime tatimore. Çka ne kupton kjo? Bizneset që investojnë mbi 500.000 euro dhe punsojnë ose punsojnë 50 punëtor, ato me qenë për një periudhë caktuar kohore të lirura prej pagesës tatimit në të ardhura, në tatimin fitim. Për shkak se ato nuk paguajnë tatim fitim, po paguajnë paga. Punësorit paguajnë tatime dhe me stimulue zhvillimin e ekonomisë. Gronte tash është në rregull që subvencionohet bujqësia. Mirë po, perspektiva e ekonomisë të Kosovës është duke lëviz nga ndërmarrjet që merr me fushën e IT-s. Subvencionim me gronte direkte për ndërmarrjet e reja, për ndërmarrjet eksportuese. Te pjesa e financave, sektori bankar në Kosovë u zhvillu, i qëndrueshëm, ka konkurrencë, mirë po prapë e tham, diçka që ka qenë e mirë para 10 vjetëve. S'është e mjaftueshme sot për nivelin e zhvillimit edhe të ekonomisë të Kosovës. Nuk mjafton më bankat, merr depozita jap kredi. Do të më zhvillu tregu i kapitalit, bursa, financimi alternativ, fondi për garantimin e kredive. Do të më urrit kapitali.